Miq të kanalit Luaj Derën, po takohemi para vitit ri edhe një herë dhe kësaj radhe me mikeshën time të ngushtë dhe njëkohësisht një gazetare shumë e njohur, tashmë e njihni të gjithë, Elmia Zhaku. Kam deri dhe kënaqësinë ta kem në kanalin tim, edhe si mike, po edhe si një profesioniste për të folur për sfidat që ka puna e moderimit, gjetja e mysafirëve, adaptimi i saj në Shkup, me që është nga Struga dhe tashmë po bën gati 2 vite që ka bërë këtu në Shkup. Për gjitha këto do flasim dhe mbase edhe për gjëra tjera interesante, gjatë bisedës spontanisht do na lindin tema të ndryshme për cilat do përgjigjemi bashkë. Fillimisht mirë se erdhe, Ilmia. Mirë se të gjeta, faleminderit shumë që më hape derën e Luaj Derën. Edhe derën e shtëpisë. Derën e shtëpisë, këtë desha të them, derën e shtëpisë më ka hap që në ditën e parë në fakt që kam ardhur këtu në Shkup, për në momentin që ne ishim kolege, që tashmë nuk jemi vetëm kolege, jemi mikesha në fakt për herë në radhë të parë mikesha më pas kolege. Po që faleminderit që tash e hape derën edhe një herë edhe në kanalin tënd, i cili çdo ditë më shumë po rritet. Faleminderit shumë. Unë pyetjen e parë që do ta bëj, atë të bëj pyetje apo konstatim i njerëzve që Ilmia është shumë e sertë. Ama e vërteta është që nuk është hiç e sertë. Ma thon shumë njerëz. Këtë përshtypje kam pasur herën e parë kur të kam takuar. Ta ka thënë dikush tjetër apo? Po, në fakt ma thon shumë shpesh që dukem si mendje madhe dhe dukem shumë negative. Domethënë më thon njerëzit pse aq e sertë, pse rrin aq me negativitet apo aq nervoze. Ama nuk di, mua më duket sikur jam duke buzëqeshur, po njerëzve ju duket sikur nuk buzëqesh mjaftueshëm. Okej. Pyetja e parë Ilmia. Po. Se llogarisim këtë të parën si pyetje. A ke të dashur? E presim intervistën këtu, e ndalojmë intervistën. Po të vazhdosh me këto pyetje? Jo, nuk ka. Pyetja e dytë, sa e ke rrogën? Këto pyetje tash, edhe këtu, me sa duket, do e mbyllim intervistën këtu, apo? Ke bërë pyetje të tilla ndonjëherë në një intervistë? Jo. Pse? Jo, se s'na lejohet t'i bëjmë. Okej, këto pyetje a ke të dashur mbase ndonjëherë ne gazetarët edhe dim t'i bëjmë kur duam të ngacmojmë dikë ose kur dikush prej publikut na thotë që kur e keni këtë të ftuar, ngacmojeni pak nëse ka të dashur, nëse s'ka ose këto gjëra, por që mundohemi t'i shmangim këto pyetje sepse janë të sikletshme dhe tash po e kuptoj edhe unë sa e sikletshme është kjo pyetje, kështu që nuk do ta bëjmë kurrë. A ke ndonjë kushërir në Big Brother? Dikush do thoshte që po, ama jo, nuk kam asnjë kushëri në Big Brother. Nëse këto ishin pyetje kështu, dimonaç që i kisha përgatitur për fillim, se e dija se do të shkaktojnë të qeshura. Edhe përgjigjen besoj që e marrim, pse ne nuk bëjmë kryesisht pyetje të tilla në një intervistë apo jo. Jo, nuk bëjmë asnjëherë sigurisht. Këto janë pyetje normal, kjo është pyetje për ta filluar pak më easy apo më lehtë. Megjithatë, dikujt ndoshta i interesonte përgjigjja a ke të dashur. Po tash nuk e di. E thash përgjigje, po gjithsesi kush dole ta marrë si të doj. Ilmia, periudha në Shkup interesante apo jo? Edhe pak ndoshta njerëzit që kanë krijuar përshtypjen që Ilmia është pakës agresive në thojza, ndoshta prej Shkupit në fillim e kishte, për shkak se nuk ishte një periudhë shumë e këndshme, apo jo? Adaptimi në Shkup. Kur kam ardhur në fillim normal, mendoj që ka qenë normale sepse unë kam studiuar 3 vite në Tetov, edhe Tetova pak a shumë ka këtë rrëmujën që mund të themi ose trafikun ose këto gjërat sepse është vend që ka shumë njerëz. Në krahasim me Strugën, që Struga është shumë e qetë përveç se verës, po vera është asnjë nuk i sheh ato nervozat apo nuk bëhet agresiv askush në verë, sado që të ketë rrëmuj, sepse është verë dhe krejt jemi kështu më të qetë. Të paktën edhe për mua në fakt ka ndikuar se dua verën shumë. Dhe normal ndryshimi prej një vend si Struga, një vend i qetë, pastaj duke ardhur këtu në Shkup, stresi i punës, një punë e re, një vend i ri, më ka bërë shumë agresive, ti e di nuk të kam treguar disa herë. Po, sa që e ka marrë Ilmia në telefon është zonë me dikën në autobus ose po mundohesha ti shmang sa më shumë trafiku në autobuset, por që duheshte. Megjithatë, të jemi realist, tash në autobuset e Shkupit, fatkeqësisht, sidomos edhe në kohën kur kam ardhur në fillim, e di që kishte probleme. Ishte periudha kur kishte probleme me autobuset, edhe mbi kohëshin, edhe mendoj që çdo kush ishte agresiv dhe në një farë mënyre i kuptoja të gjithë njerëzit të cilët silleshin me agresivitet edhe me inate, sepse nuk vinin në kohë, prisnin me orë të tëra, dikush duheshte të shkojë në punë, dikush duheshte të shkojë të mbarojë punë të tjera, edhe ishte shumë normale që njerëzit vetvetiu, domethënë edhe unë atë vëresha dhe tu i parë edhe njerëzit pastaj sa agresiv janë, më ndikonte edhe mua dhe bëhesha edhe unë deri diku agresive, kështu që u mundova pastaj e gjeta një zgjidhje tjetër për t'i shmangur edhe këto pjesë trafiku në autobuset.
duke ecur ndonjëherë në këmbë, ndonjëherë duke gjetur mënyra të tjera, kështu që tash Ja dolëm disi ta adaptohemi në Shkup. U adaptova. Nëse çfarë të pëlqen më shumë Shkup për shembull? Në Shkup, Nëse marrim krejt periudhën sa ke qëndruar këtu, sigurisht diçka të ka bërë përshtypje, ka qenë ndoshta paragjykim? Ndoshta diçka që nuk e ke ditë që e ka Shkupi për shembull? shiko, në Shkupi ka ndryshuar shumë. Tash nuk është që kam jetuar më herët, por që e kam vizituar më herët. Flas në kohën kur kam qenë mbas edhe studente. Edhe ka ndryshuar shumë prej asaj kohe, për disa gjëra mirë, por për disa gjëra normal, negative. Ajo që më pëlqen në Shkup është dinamika. Se sado që unë kam jetuar në një vend të qetë dhe sado që unë them më mungon ajo qetësia e strugës, megjithatë jam tip që e dua dinamikën. Domethënë dua të jem në lëvizje. Unë s'mund të bëj një punë që nuk ka lëvizje. Që nuk ka gjëra të papritura non-stop. Domethënë jam mësuar gjithë jetës ashtu, jam mësuar që patjetër duhet të kem diçka për të bërë. Nuk prandaj edhe jo rastësisht s'mundem të bëj punë që është punë tetorshe, për shembull 4 si bie 8 4. Don të jesh në lëvizje, ashtu siç je edhe me rrugtimet, sepse bën një jetë shumë dinamike sa i përket udhëtimeve. Kohëve të fundit jo, fatkeqësisht. Kohëve të fundit jo, po që dua je dinamike dhe për këtë më pëlqen Shkupi, sepse po vjet e ke të kaluar normën e udhëtimeve, kështu që Jo, nuk mendoj që e kam të kaluar, ndoshta. Cilat janë shtetet që i ke vizituar dhe që të kanë lënë mbres, më së shumti? Ndonjë kujtim bukur prej atje. Nuk është që kam vizituar shumë shtete, megjithatë kam lëvizur ko pas kohe, po që thash kohëve të fundit fatkeqësisht jo dhe shpresoj që 2026 të jetë vendi kjo viti i udhëtimeve të mia. Shpresoj shumë. Vende që më kanë lënë, nuk e di, ka disa. Zvicrën e kam vizituar shpesh. Italia është vendi që unë e dua shumë, që edhe mbasi edhe do kisha jetuar. Italianët pak ngjajnë me shqiptarët, me mënyrën e jetesës. Po, është mënyra e jetesës, mbase edhe sjellja, sepse ne mbase njihemi si njerëz agresiv, megjithatë jemi njerëz shumë mikpritës. Plus ti do pastat. Ajo është e para në fakt. Njeri që han non-stop pasta, çdo ditë çdo natë, kështu që Italia është vendi që e dua shumë. Zvicrën e kam vizituar shumë shpesh edhe erën e parë kur e kam vizituar nuk më ka pëlqyer hiç, po më vonë, pastaj duke vizituar pak më shpesh, është një ndër vendet që më pëlqen. Vende të tjera ka shumë, nuk e di, Malta që më ka lënë shumë përshtypje të mirë, Budapesti në fakt që është një vend që mbase do doja shumë prap ta vizitoj. Mendoj që te udhëtimet varet, nuk është sa është vendi, po varet edhe si ke kaluar në ato udhëtime. Shoqërinë që ke pasur, krejt ka të bëjë domethënë se si ka shkuar ai udhëtim, sepse Parisi për shembull, në Paris unë isha para 2 vitesh, nëse s'gaboj, edhe Parisi është shumë i bukur, edhe ka shumë vende për të vizituar, edhe gjithë njerëzit në botë thonë këtë, sepse është edhe në fakt vendi më i vizituar në botë. Po. Shumica e lën të shkojnë në çift në Paris, po. Po, unë e shkova me shoqëri, me kushëri. Trio. Po, trio dhe për shembull, ama është prap, edhe pse është vend shumë i bukur edhe kam kaluar shumë mirë, është prap një ndër vendet që unë nuk e dija do kisha vizituar sërish. Dua shumë ta vizitoj për shkak se nuk i pash gjitha gjërat. Në fakt, pothuajse s'kam parë asgjë sepse Parisi është shumë i madh dhe ka shumë gjëra për të parë, por që kisha disa eksperienca të këqija që nuk më shkon më mendja ta vizitoj. Për shembull, ta vjodhën? Ma vodhën telefonin atje. Dhe shumë eksperienca të tjera kështu. Prandaj po them që një vend është më shumë se si kalon edhe si ndihesh në atë moment kur e viziton edhe jo për atë se si është. Sigurisht që ka vende të cilat ne na impresionojnë kur shohim historia, arkitektura e gjëra të tjera, por në këtë kuptim cilën vend e ke vizituar që të ka pëlqyer arkitektura për shembull? Arkitektura, Budapesti është një nga ato, të gjithë e dim atë parlamentin e Budapesti që është magnitës, po Italia definitivisht. Kur jemi te parlamenti ti shumë shpesh thua që do kishe dashur të ishe edhe gazetare që mbulon sferën e politikës. Të intereson shumë politika edhe kupton shumë mbi politikën. Po, në fakt, nuk është që e kam ti e din, sepse ta kam thënë, edhe nuk është që e kam bërë kështu publike që do kisha dash të futem në gazetarinë e politikës, po që më ka pëlqyer gjithmonë politika. Unë në fakt, kur kam nisë edhe me drejtimin komunikim ndërkombëtar, kam nisë me idenë që më shumë ndanoj nga shkencat politike. Po që me kalimin e kohës, vendosa gazetaria mbas. Çka që është politika? Kjo është shumë interesante, sidomos politika në Maqedoni, politika e aventurave në përgjithësi, ka shumë dinamik, sepse ti të pëlqen dinamik. Po, për dinamik më jemi të fundit, dinamika është e paparë këtu në Maqedoni në sferën e politikës. E vërtet, ka dinamik, por që rrotullohemi në vend.
nëse mund ta them këtë, në politikën tonë. Domethënë kemi shumë dinamik, por që rrotullohemi aty në vend edhe gjithmonë edhe në gazetari, kur u futa edhe në gazetari, edhe në këtë drejtim, edhe në shkenca politike, gjithmonë kam shkuar me mendimin që dua të hyj një profesioni që të bëjë ndryshime në vend. Edhe pse mendoj që çdo profesion mund të bëjë ndryshime. Mësuesi bën ndryshime, doktori bën ndryshime, polici bën ndryshime, por që me këtë ide sigurisht hyra dhe normal që ndryshimet më të mëdha ku mund të bëhen në politikë. Por që duke e parë edhe politikën se si funksionon pak a shumë, sidomos këtu te ne, vendosa, okay, po e marr anën tjetër, gazetarin, që edhe më shumë besoj që mund të bëhen ndryshime, nëse i përkushtohemi, nëse gazetaria do të jetë në nivelin e duhur, nëse i përkushtohemi si duhet, mendoj që gazetarët janë ato të cilët mund të bëjnë ndryshime më të mëdha. Dhe nga ana të kthehemi asaj që më pyete se gazetare e politikës, doja sepse ka qenë kjo një dëshirë për të futur në politikë, po që nuk dua të futem në politikë, nuk do doja kur, tash nuk asnjëherë as nuk e mendoj, por që pse jo të merrem për të ndjekë. Po të supozojmë që ti je një kryeministre të zëmë e vendit. Cilat ndryshime do kishe sugjeruar të bëhen? Brenda 24 orësh me shkop magjik, ti rregullosh gjërat. Prej ku do t'ja fillosh? Ndonjëherë kur e shoh edhe popullin për disa gjëra si reagon ose si nuk reagon, më saktë, ndonjëherë më duket vetja sikur do isha një komuniste shumë e keqe, sepse më duket sikur unë gjithmonë e them që çdo popull e ka qeverinë që e meriton. Dhe ne mund t'i thyejmë dhëmbët, themi ne ande nga struga duke folur për gjërat, por që nëse ne nuk veprojmë të bëjmë ndryshime, është e kotë që flasim. Dhe ndonjëherë nervozohem me popullin, edhe me veten, jo me popullin, me veten në fakt. Edhe ne jemi populli. Edhe ne jemi populli, po. Domethënë kur them me popullin e përfshi edhe veten sigurisht. Nervozohemi se ne flasim, por asnjëherë nuk marrim një veprim. Edhe okej, ndonjëherë nuk janë gjërat në duart tona, por që edhe në momentet që i kemi gjërat në duart tona, ne nuk veprojmë atë që duhet, por veprojmë atë që na kap mbase interesi personal ose gjërat e tjera. Kështu që ndonjëherë e mendoj, them, ky popull e meriton të bëhet kështu, edhe them, nëse do isha kryeministre, këtë do ta boja, e di për këtë popull, por që jo, nuk jam komuniste. Kjo është vetëm si shaka për ta thënë kështu. Nuk e di shumë gjëra. Nga do ja fillojë mjekësia mbase ose shumë gjëra, sistemi komplet. Sistemi komplet, arsimimi, domethënë se prej aty rrjedhin gjithë gjërat, sepse nëse themi te mjekësia, te policia, te kjo ajo, në fakt mendoj është prej te shkollimi, prej te arsimimi, te arsimi. Në fakt fillon, kështu që varet nga politikat shtetërore kështu në polici, kështu që po unë nëse bëhem kryeministre, politika do t'i kem unë, kështu që do ndryshoj arsimin. Tamam. Kështu që në këtë rast do ta kishë. Kë do mirë në punë për shkak? Për arsimtar? Me libres partia, po? Jo. Pa libres partia. Tash nuk e di se mos qësh në lëkurën e tyre, nuk e di si e kanë këtë presionin. Po, vërtet që mbase gjërat mund ndryshojnë prej aty, nëse profesorët i merr si duhet, arsimtarët në shkollë. Definitivisht prej aty, prej te arsimi, nëse sistemi arsimor ndryshon edhe gjithë gjërat, domethënë shkojnë si duhet në arsim, besoj që gjithë tjerat pastaj rrjedhin, sepse një arsimtar i mirë do nxjerrë një doktor të mirë. Ai doktori i mirë sigurisht do e çojë edhe sistemin mjaft mirë edhe në spital, edhe shumë tjerë, edhe gjykatës edhe shumë tjerë, kështu që vendohet drejtësia, krejt sistemi në fakt rregullohet. Nuk është e thjeshtë, sigurisht, po që nuk kam synime të bëjmë kryeministre, prandaj kam kaq lehtë të flas. Po, sugjerim për ata që do bëjnë. Prej nga t'ja fillojnë apo jo. Një segment tjetër që në base shikuesit e tu nuk e din, është shpirti biznesmenes që ka Ilnia. Dhe në base edhe miqët e ta, nuk e din. Jo, gjithë e din, që Ilnia menaxhon disa sajte, për momentin vetëm njëm duke të kja, apo jo? Po gjatë gjithë kohës ke bërë një lloj biznesi online. Po, në fakt, nëse mund të përmend, normal unë e menaxhoj, nuk është që është shpirti biznesit në këtë pjesë, jam thjesht e punësuar aty, jam menaxhere, menaxhoj pjesën e Home Search, që është platformë digjitale për patunshmëri. Po, online kam bërë disa biznese në thojza, nëse mund ta quaj, se janë biznese, kështu që po mund ta përmendesh me që vajzat tani po vrasin mendjen të veshun për fund vit, ato fustanet e bukura që janë te faqja Mjastor. Me Mjastorin e kam filluar para 8 vitesh ndoshta. Atëherë kur nuk isha e punësuar askund, në fakt punoja në ishte mënyra jote për të luajtur derën. Po, ishte mënyra ime për të luajtur derën, duheshte patjetër të gjej diçka sapo kisha mbaruar me studimet, edhe nuk po gjeja punë për drejtimin tim, sepse unë kam gjetur pothuajse 2 vite punë pasi kam përfunduar me fakultetin, me universitetin. Edhe ishte një mënyrë kështu, e fillova si me shaka, por që doli diçka serioze. Vazhdon që të shkoj mirë, apo jo?
Vazhdon, nuk jam përkushtuar, këtë kohën e fundit e kam lënë krejt sepse me angazhime të tjera jam marrë, por që shpresoj nga viti tjetër kismet do t'i futem edhe asaj pjesës, aq sa mundem, se normal e kam prioritet gazetarin, e kam prioritet punën Alsat, kështu që i shohim tjerat pastaj. Në fakt, ka shumë gjëra që mund të mos t'i dinë shikuesit për një moderatore që ri në televizion, por ajo që më bën përshtypje është fakti që ti nuk ankohesh asnjëherë për asgjë. Dhe gjithmonë përpiqesh. Ankohem. Unë nuk kam dëgjuar, po flas për gjëra të rëndësishme në jetë. Për shembull nuk gjen punë dhe ti fillon ankohesh. Jo. Po ti shkon troket në dyer, provon një punë, 2, 3. Domethënë përpjekjet e tua për tu vetë punësuar dhe pastaj sigurisht edhe për të provuar që ti je në punë në një institucion. Po, mendoj që çdo i ri në ditën e sotme e bën këtë gjë. Këtë mesazh dëshirojmë që ta japim, që nuk është vetëm të rish edhe të presish. Besoj që çdo i ri tashmë e bën këtë dhe nga rrethanat që janë në shtetin tonë, besoj që detyrohen sepse edhe nëse ke një punë, vetëm nëse është një punë, nuk e di, që ka një rrok shumë të mirë, përndryshe besoj që të gjithë edhe kolegët tanë, edhe shumë njerëz të rinë në fakt, besoj që i bëjnë edhe nga një punë, e bëjnë edhe nga një punë tjetër. Kjo besoj nga rrethanat që ka krijuar edhe shteti ynë këtu ku jetojmë. Dhe kjo në fakt nuk ndodh vetëm tek ne, sepse ti edhe në Gjermani edhe në vende tjera i ke njerëzit që punojnë nga 2 punë, nuk mund ta mbajnë familjen me një punë. Po që po, normal, jam munduar sepse s'mund të presësh, asnjë nuk të vinë, hey, hajde se ty të presim në punë. Po, ashtu kemi menduar gjatë kohë, nuk është ashtu. Nuk është ashtu, asnjë nuk të pret në punë, sepse ka konkurrencë sa të duhesh. Po tash është shumë e lehtë, për shembull, mënyra për të arritur deri te një vend pune, për dallim nga para një dekade, për shembull që ka qenë më e vështirë, se u dash vërtet trokasësh dyer më dyer, sepse konkurset hapen po dihet që janë vende të zëna. E kjo, e çuditshme është si jemi mësuar ne me këtë punën e konkurseve. Kemi menduar ndonjëherë për shembull, e sheh një konkurs dhe e din që personi është gjetur, po vetëm se për shkak të formaliteteve duhet ta shohësh të shpallur diku në ndonjë gazetë. Po. Ndonjëherë edhe për shkak të shpresës, njerëzit shpresojnë që okay, po aplikoj edhe din që ai aplikim as nuk do. Në fakt unë kam aplikuar një herë dhe mu dash të merrem me gjyqe, kështu që nuk e bëjmë asnjëherë. Pse? Jo, nuk e bëjmë asnjëherë. Kështu që e di se konkursi nëse është shpall, është gjetë njeriu, kështu që mos provoni kot. Po, në fakt te punët shtetërore zakonisht ashtu ndodh, por që në vendet private ja vlen sigurisht që duhet të ndiqen ato persona të cilët kërkojnë punë, duhet të jenë non stop vigilent ose le të themi duhet t'i dinë ato çfarë hapet, cilat janë konkurset që hapen, ku kërkohet punë, nëse duan që ta kapin atë punën, sepse mbase punë ka shumë, tash kërkohen shumë punëtor, por që edhe konkurrencë ka, nuk mund të themi që s'ka konkurrencë. Edhe pak, besoj, derisa të zbrazet konkurrencë. Edhe pak. Kam filluar, po edhe ato në fakt që janë konkurrent, në ndërkohë presin vizën, po që aplikojnë në ndërkohë në punë, ma e presin vizën, sepse për çdo rast. Diçka tjetër që nuk e din, ose e din, sepse Ilmia në emisionet e veta ka trajtuar shumë dashurin ose kujdesin për kafshët, gjithmonë. Edhe një fakt shumë interesant që unë e kam mësuar nga mami i Ilmias, ka qenë ditari ose letra që ja ka shkruar qenit të cilët i kanë ngordhur. Dhe më ka ardhur shumë interesant, sepse tamam si për një njeri ka shkruar, apo jo, sepse ndoshta ka njerëz që s'mund ta akceptojnë se si dikush do kafshën si njeriu. Domethënë për ty janë baras njeriu dhe kafsha. Po, shifa, se tash mund të më gjykojnë, po që shumë normale është, domethënë nëse ti vetë tashmë e ke macen këtu dhe e shef, domethënë se sa fillon ta duash edhe e sheh si pjesë të familjes. Macen po, ma qenin jo. Në momentin që do marrësh qenë, do e shohësh, sepse unë jam adhuruese e qenëve, e kafshëve në përgjithësi, por që qenët kanë qenë gjithmonë ato të cilat kam pas edhe në shtëpi, edhe ai qeni që të kanë ngurt? Po. Çfarë kishe shkruar atij qenit tani? Shiko, duhet ta potencojmë që kam qenë shumë e vogël. Nuk është që tash shkruar. Tash s'do kishe bërë. Edhe tash që e mendoj, unë kur nuk kam shkruar në jetën tim diçka kështu ditar, nuk je tip sentimental. Nuk jam ashtu tipi që të shkruaj poezi ose të shkruaj ditare, të shkruaj histori, por që ka qenë e para dhe e fundit ajo për qenin. Kanë qenë letra apo ditar? Kanë qenë letra, në fakt në fletore, edhe pastaj kur erdhi edhe koha e kompjutereve, sepse kam qenë shumë e vogël, e kam shkruar edhe në kompjuter dhe besoj që më avancuar ka qenë në kompjuter, por që nuk kam pas mundësi ta printoj. A ke diku ato letra? Jo. Hajde na tregoj një fjali për shembull që e ke përdor për qenin, se s'mund ta besoj edhe ta
kem përfituroj kështu, se ç'a mund t'i shkruash një qeni? Si Shiko, filloi e letrat? si filloja, nuk ishte që shkruaja diçka të avancume, mendoj thjesht kanë qenë emocionet momentit edhe besoj që ato letra e kam shkruar duke qarë, sepse atë qenin, qeni për të cilin po flasim, ka jetuar 9 vite me ne dhe unë faktikisht jam rrit, domethënë e kemi marrë kur kam qenë në mosh 5 vjeçare diku edhe domethënë sa i bie tash nëse në moshën 11-12 ashtu diçka 4-5 vjet në fakt kam qenë kur e kemi marrë dhe në moshën 12-13 vjeçare ngordhi ose vdiq, nëse mund ta themi se tash mos e bëjmë kështu. Edhe Si quhej? shumë normale. Nuk ishte bubi e thrisnim, ishte një qeniush i vogël kështu i kuq, e kemi marrë nga gjyshja ime, nga nëna, ajo e mbante, fillimisht ajo e kishte marrë, por që ajo duheshte të ikë në Itali, ta mbyll derën e shtëpisë, edhe duheshte patjetër dikush ta marrë, kështu që e kemi marrë ne dhe me të vërtetë jemi rriti. Edhe plus e keni varros me sa di, me ceremoninë, me të gjitha, apo jo? Tash mos më nxirr gjithë të zeza ti mua këtu. Po. Një fjali që e ke shkruar prej shumë fjalive të ndjera. Një fjali që më kujtohet, se nuk më kujtohet edhe shumë edhe më vjen keq në fakt që si kam rrit ato letrat, se e di që mami me djalin e Se të kam bullizu gjithë. Po, më kam bullizu shumë. Deri edhe te shoqja jote në këtë podcast. Jo, nuk e kam për bullizim, po thjesht për... Normal, ajo... Më duk diçka interesante që rrallën ndesh të njerëzit. Jo, po ajo, në fakt edhe sot unë tash e mendoj do kisha dashur t'i lexoj ato letra dhe do kisha qesh me veten besoj sepse kam qenë shumë e vogël edhe e di që kanë qenë ndjenja të emocionet të momentit edhe për shembull një fjali që më kujtohet që e kam shkruar është çfarë do bëj unë tash pa ty, si do jetoj unë pa ty. Domethënë, më dukej sikur unë tash pa atë qenin nuk e di çfarë mundem të bëj në jetë. E ke parasysh si në fakt unë kam edhe një mike që kur i ngordi qeni bëhej shumë nervoz me krejt njerëzit sepse qante gjithë ditën, Besarta, mikja ime, po. Qante gjithë ditën edhe kur njerëzit kuptonin se i kanë ngordur qeni, ata qeshnin me të madhe. Edhe ajo nervozoi edhe më shumë dhe nuk e kuptonte se si njerëzit ishin kaq të ftohtë. Po, edhe mua kjo më ndodhte. Për shembull, do ta tregoj tash ditën kur ka ngordh qeni, ka qenë disa ditë i smur. Edhe gjatë gjithë kohës domethënë tu i qëndruan në 4 të mëngjesit, 5 të mëngjesit zgjohesha që shkota shoh se nuk e kemi mbajt brinda, kemi mbajt kishte një vend të posaçë. Edhe kur ato ditë që ka qenë smur, unë gjithë kohës jam çu shumë herët për ta pa a është bërë më mirë apo jo. Edhe ditën kur ka ngordh, në fakt ka qenë që daja im është martuar, e ka marrë nusen në shtëpi. Edhe ai u bë shumë keq atë ditë. Edhe unë nuk desha që të shkoj te daja atë ditë. Ai domethënë nuk ngordhte, para syve të mi nuk ngordhte, domethënë ishte shumë keq, por nuk e pash të ngordhe, sepse duheshte të shkojmë te daja dhe shkojmë te daja edhe tash dikush prej familjes, nuk më kujtohet kush, bën telefon që qeni ngordhi, domethënë, mos ashtu, mos e prit, domethënë mund të rrini atje se s'keni çfarë t'i boni. Edhe unë e kam marrë vesh, edhe mbaj mend si sot, krejt njerëzit të njëra dhomë atje te daja kur ishim, normal unë mblodhën njerëzit e kam marrë nusen kënde ande urime kjo ajo. Unë kam hyrë në një dhomë tjetër me dritën të mbyllur, domethënë nuk e kisha hap dritën, edhe vetëm kam qa, edhe në një moment dajas tim është kujtuar ku është vajza, se shohim vajzën, se edhe daja im për shembull është përndryshe është edhe tip daja im, mendoj që prej dajes e kam marrë ose prej të dy dajeve në fakt, sepse të dy dajevaret i kam tipa që shumë i duan kafshët, edhe e kam marrë më duket trashëgimi prej atyre këtë. Edhe ai e dinte pak a shumë gjendjen e qenit, edhe e dinte se si mund të ndihem unë, edhe e ka parë në një moment që unë s'jam aty, edhe ka thënë vajza ku është? Di ka thënë mamit. Se di ku është këndë ande kur vinë atje, më shef që unë jam duke qarë edhe normal, duke më ngushëlluar, sepse edhe ai e dinte, kishte përjetuar edhe më herët, tash edhe ai është adhurues i kafshëve, por që ka qenë kështu historinë vete, kretë kjo historia e qenit, por që vërtej është, tash ti rritesh me atë kafshën, në bëhet pjesë e familjes dhe mendoj që çdo kush, besoj të gjithë ato që kanë, po, me gjithë kanë shumë. Ishe lidhur me një objekt pa shpirt e lëremon me një qenje që është frimor. Ti e rrit, sidomos ajo periudha kur ti rritesh, domethënë është periudha ku ti e kalon pjesën e fëmijërisë me atë qenë. Edhe tash besoj se është e njëjta gjë, edhe në moshën e sotme, po që normal ndryshe i përjeton din ti menaxhosh edhe emocionet. Atëherë nuk kam ditë, vetëm kam qajt kështu për qenin, kështu që e kanë edhe këtë historinë në vete. Po, mënyra si trajtojnë kafshat në përgjithësi, këtu s'po flasim vetëm për qenin, për shembull, në shkup, kryesisht, mënyra se si jo vetëm shkup, nuk do thoja vetëm shkup, besoj që gjithandej tash mos i kritikoj vetëm njerëzit e shkupit. Nuk trajtohen si duhet. Unë jam dakord sepse tash njerëzit gjithmonë e thonë këtë pjesën që kur them që më vin keq për shembull për ndonjë kafshë që është në rrugë dhe me njerëzit më thon po ka njerëz që janë në rrugë. Ajo nuk diskutohet. Unë nuk e krahasoj njeriu
dashurinë e kam të njëjtë në aspektin në momentin që unë e kam një kafshë në shtëpi. Po jo që do të thotë që unë i dua qenë rrugës ose kret qenë ose kret kafshët, i dua më shumë se njerëzit ose i dua sa njerëzit. Nuk e diskutoj, unë i dua, po që nuk e diskutoj rolin e njeriut edhe nuk mund ta vëndoj jetën e njeriut me jetën e një kafshë. Ajo tash mundet më kritikojnë edhe organizatat e kafshëve ose njerëzit që i duan kafshët, megjithatë, për mua sigurisht që njeriu është ai që duhet të ketë rëndësi, sepse unë nëse e shoh një qenë dhe një njerëz, sigurisht që njeriu do t'ja jap bukën, po që duhet edhe t'i ndajmë gjërat. Tash unë e kuptoj dhe sigurisht që është fatkeqësi që në fakt edhe kemi shumë njerëz nëpër rrugë të cilët e shtrojnë dorën, kërkojnë lëmosh, por që tash nëse flasim për kafshët, është edhe fatkeqësi kur i shohim se edhe në momentet kur nuk i ushqejnë, i ngacmojnë. Domethënë unë shoh raste çdo ditë, qeni është duke ndejt, është i ulur në rrugë dhe dikush vetëm e shkelmon. Pse? Pse duhet ta bëjmë këtë gjë? Çfarë të pengon? Asgjë nuk të ka bërë. Domethënë jam dakord që duhet të ruhesh, sepse qendet ndacak normal ato janë të pangrënë dhe mund të sulmojnë, edhe ky është faji i shtetit, nuk është as faji atyre as faji i njerëzve, është faji i shtetit që i ka lënë në atë gjendje, por që mendoj që duhet të kemi paktën empati, nëse mund ta quaj, ose pak dashuri për një qenie që bashkëjeton me ne. Jo vetëm për qenin, është shumë interesant se si njerëzit janë racistë edhe në kuptimin se si i trajtojnë kafshët. Për shembull, në vend që të strehojnë një mace që ka ngelur në rrugë, blejnë një mace shumë të shtrenjtë që mund të kushtoj me 1000 euro. Edhe kjo. Edhe e dëmton xhepin, po edhe në fundit është kafshë. Domethënë pothuajse të njëjtat, nuk besoj që kanë diçka më ndryshe përveç se ndoshta pakës në mënyrën e sjelljes, po kryesisht. Jo, mënyrën e sjelljes, shiko, edhe kafshët janë macja ngelet mace. Po, fiks. Edhe kafshët janë si trajton edhe si mëson. Është një si fëmia. Kafshë nëse mëson, ne kemi pas qenë edhe qeni ka qenë, domethënë bazë ndonjëherë edhe më inteligjent ose më i mirë se sa vetë ne. Domethënë ka qenë atë shumë i mësuar sa që çdo gjë ka marrë vesh. Çdo gjë që i kemi thënë ne e ka kuptuar. Ka ditë t'i ndajë gjërat e mira, gjërat e këqija, sepse ti e merr si vogël edhe e mëson atë, e trajnon. Edhe kjo për shumë për blerjen, unë jam shumë pro adoptimit. Po, adoptimit të krijesave që kanë ngelur në rrugë, sidomos tash që është dimër, edhe është ftohtë, edhe ato s'kan çahan. Fiks. Ti nëse ke në plan të strehosh një qenë, një mace, qoftë apo edhe qenie tjetër, pse jo ta strehosh dikët, mendoj ndonjë qenie që është prej rrugës. Ti e ke veç më në plan të marrësh, edhe ta trajnosh edhe ta strehosh. Pse çkosh të blesh kur mund ta marrësh prej rrugës? Ne asnjëherë nuk kemi bler qenë. Gjithmonë i ka marrë për rrugës, më ka ardhur keq, e kam parë ndonjë që më pëlqen kështu, më ka ardhur keq, hajde po e marr dhe ashtu i kemi trajnuar edhe pse ka qenë i rrugës, në fillim base mund të ketë qenë pak më i egër sepse është shumë normale. Edhe ne me njerëzit që nuk i njohim, nuk reagojmë ashtu si reagojmë me njerëzit që i njohim. Kështu që po pastaj trajnohen dhe mua kishte sugjeruar gjithë. Edhe zbuten edhe bëhen qenie të dashura. Ndalemi pak te profesioni i gazetarisë që tashmë ti vazhdon ta ushtrosh edhe besoj nuk kem plan që të heqësh dorë. Si e përgatit një emision, si e përzgjedh mysafirin, si e përpilon pyetjet, edhe sigurisht të gjithë ne që jemi në ekran kemi pasur ndonjë moment kur kemi hyrë me pak informacion për të ftuarin. Ndoshta rrallë ka ndodhur, ndoshta mund të ketë qenë një emision, po për shembull atë emision kam pas një rast për shembull kur tema nuk ka qenë shumë familjare, nuk e kam pasur shumë të njohur, prandaj edhe s'jam fut asnjëherë në tema të cilat nuk kam qenë e sigurt të notoj sepse jam mbytur, si për shembull temat e sportit. Po. Shumë cekt. E di rastin me temën e sportit. Po, sepse nëse nuk i njoh temat, unë thjesht kam pasiguri, djersitem, edhe më ndodh që nuk mbaj mend asgjë, më pritet shiriti, e humbas sensin ku jam me kë jam, për çka flasim e kështu me radhë. I ke të njohura besoj këtë. Po flasim një herë për përgatitjen dhe më pas nëse ke pasur ndonjë rast ku pak informacion ke pasur për temën ose për të ftuar. Për përgatitjen, unë në fillim kur kam ardhur, edhe sepse kam punuar më herët gazetare, por kam qenë gazetare te Rini, besoj e kam treguar këtë histori, dhe ndryshe është shumë ndryshe të përgatisësh një emision dhe është ndryshe të dalësh në terren edhe të një ngjarje të caktuar, domethënë që ka ndodhur aktuale, vetëm e mbulon 2-3 minuta dhe është krejt ndryshe. Edhe kur kam ardhur në fillim, edhe momentin që na kanë thënë që do jetë çdo ditë kjo, domethënë emisioni do jetë çdo ditë, do kemi nga 2 të ftuar, ti e din, domethënë kemi filluar bashkë sigurisht emisionin edhe unë thash ku do i gjejmë njerëzit. Unë thash me sigurinë neve muajin e parë do ta mbushim edhe do na argjojnë njerëzit. Ne thash s'ka shansa ku do i gjejmë njerëzit, sidomos për mua ishte se unë nuk nifja asnjë në Shkup.
ti e din, unë në fillim, domethënë krejt mysafirë që i kam pas, kanë qenë jo në fillim, po thuaj se gjithë vitin kanë qenë mysafirë që ti më ke prezantuar edhe mi ke treguar. Ose kanë qenë mysafirë prej Struga që i kam sjell. Për ndryshe unë pa jo ishte risia se shumë pak njerëz Strugës në fakt kishim. Po, edhe ajo ndoshta, edhe ka qenë me të vërtet stres ishte, thash, ku do i gjej unë gjithë këto njerëz? Pastaj të prunë. Por që po, e vërtet, domethënë e kuptova që ne vërtet kemi njerëz të cilët ja vlen të ekspozojnë në media, kemi njerëz të cilët me të vërtet bëjnë diçka me jetën e tyre dhe janë të fshehur, nuk dalin, nuk ekspozojnë. Kemi njerëz shumë të aftë për të trajtuar tema të ndryshme, sepse ti e din unë nuk i kam kap pak edhe temat sociale gjatë emisionit që i kemi pas bashkë. Edhe me të vërtet ka pas shumë njerëz profesionistë të cilët kanë ditë si ti trajtojnë temat edhe në momentin që i kemi thirr kanë qenë të gatshëm për të dalë. Ka pas disa njerëz që është dashur të lusin pak më tepër sepse nga modestia që kanë nuk duan të ekspozohen, kanë pas shumë njerëz që më kanë thënë, "Po çfarë kanë bërë me jetën se duhet të dalë?" Që unë kam menduar në fakt që duhet të dalin sepse kanë bërë diçka, kanë dhënë kontribut në mënyra të ndryshme, qoftë në kulturë, qoftë në art, në arsim, në fushat e tyre. Edhe me të vërtet kanë tepruar, le të themi, njerëzit, që është gjë shumë e mirë. Kjo është gjë shumë e mirë sepse tregon shumë që ne si shoqëri në fakt nuk jemi aq të mbetur prapa sa mendojmë ndonjëherë. Ne kemi shumë profesionistë, ne kemi shumë njerëz që kanë kontribuar për këtë vend dhe vazhdojnë të kontribojnë. Është fatkeqësi që fillojnë të ikin ato njerëz, të largohen nga vendi, por që i kemi këtu. Edhe përgatitja ose për zgjedhja bëhet krejt prej asaj që e shohim çdo ditë. Ne sa herë shkojmë në evente të ndryshme dhe ti sa herë më thotë, "Shife se ky ka bërë këtë, merre këtë në emision" dhe në moment unë e di që do ta shkruaj në listë, do ta kem. Ka disa njerëz që ndonjëherë dhe harrojnë prej asaj që e di nuk i shënojmë ose diçka, por që patjetër që do vi koha edhe për t'i ftuar, sepse ende ka shumë njerëz që nuk e kemi ftuar dhe duhet të vinë, duhet të ftohen në emision. Edhe në këtë mënyrë bëhet për zgjedhja dhe me të vërtetë e kam vërit që okay, nuk është më probleme. Tash nuk e kam më atë stresin që nuk do gjej mysafir, po si ti menaxhoj njerëzit që ti marr të gjithë? Po tash është fiks ajo, si ti menaxhoj atë kohën tash këtë kohën e fundit bile sidomos kur vjen edhe kjo periudha e përmbylljes së sezonit, është të duket sikur ke shumë kohë edhe ti e ke bërë listën, a në fakt janë disa emisione dhe ti duhet ti mbyllish me disa njerëz. Të vjen keq që mbyllet apo jo? Pak pushim që është vërtet e meritojmë, po gjithmonë kur mësohesh me ekranin është pak si sëmundje ngjitëse, ke nevojë që të jesh vazhdimisht me ekran apo jo? Ke nevojë, ama kemi nevojë edhe për pushim, sepse të dua ta patentojnë, ti e din, ama ka njerëz të cilët nuk e din edhe nuk e kuptojnë, sepse na thonë, si u lodhe ti një herë ke 3 herë në javë emisione, një herë 2 herë, domethënë nuk je çdo ditë para punës, plus je vetëm 1 orë në emision. Ajo 1 orë zgjat 7 ditë. Po, ai 1 orë zgjat me të vërtetë zgjat 7 ditë. Ne merremi me përgatitjet e emisionit gjatë gjithë kohës, merremi me informacionet sepse shpesh normal mund të ndodhë që unë jo çdo detaj të mysafirit që e kam të ftuar e di, por që unë dua që disa detaje të dalin në emision, t'i shfaq, edhe unë duhet patjetër t'i kem informacionet. Pastaj normal me mysafirët duke u marrë vesh sepse dikujt nuk i konvenon orari, mendoj në momentin që është emisioni live, po ndonjëherë ndodh që të inqizojmë, por ndonjëherë ndodh që ai mysafir nuk mundet këtë ditë, duhet për ditë tjetër e pastaj të kontaktojmë mysafirin tjetër, domethënë t'u ndrojmë ato vendet kohën kur mund vinë. Kështu që ka lodhje shumë të madhe, po që besoj që në fund ja vlen. Mendoj që është një punë që e dua, mendoj që do ta vazhdoj si punë, është një punë ku e gjej veten. Mendoj që deri tash normal është njeriu gjithmonë mëson, gjithmonë ka eksperienca të reja dhe sigurisht që unë kam ende shumë për të mësuar edhe për të avancuar në këtë profesion, por që deri diku jam adaptuar me këtë pjesë. Është shumë interesant, po, shumë mirë e theksove, është si një lloj shkolle që mëson nga njerëzit, sepse secili vjen tregon diçka. Nuk e di, unë kam mësuar shumë prej mysafirëve që kam pasur në përgjithësi, edhe është bukur gjithmonë të dëgjosh përvojën e tjetrit, se si ja ka dalë, se si nuk është dorëzuar, ose se si edhe motivim e ka modestim për shembull, dikush të jep shembullin se si duhet të jetë një njeri modest. Takon shembuj të ndryshëm gjatë gjithë kohës në karrierë. Shumë e vërtetë. Nëse doja unë që ti natyrisht nuk do t'i veçosh emisionet ose të ftuarit, po sigurisht kemi një listë njerëzish çka i veçojmë paka. I veçojmë jo në kuptimin që janë më special, po që të kanë mësuar ty diçka, domethënë, sepse ne i qasemi çdo mysafiri me backgroundin ton, me përvojën ton personale. Po, në fakt ka mysafir të tillë ka shumë.
në temat për shembull edhe se do ndalem njëherë tek temat të cilat i kam trajtuar më herët, temat sociale që kanë qenë. Për shembull unë kur e kam marrë një temë për ta trajtuar, sigurisht që kam marrë shumë informacione për atë temë dhe ka qenë një temë që mua si qytetare e këtij vendi më ka prekur dhe kam dashur ta trajtoj, por që në momentin që e kam thirrë mysafirin, kam mësuar shumë më shumë për atë temë. Domethënë kam marrë informacione, nëse ka qenë temë që ka pas të bëj me drejtësinë, kam mësuar diçka më tepër për ligjet, për drejtësinë. Nëse ka marrë për mjeksi diçka që ka qenë e rrallë, por që mund të kem mësuar diçka më tepër. Kjo është gjë shumë normale, sepse në këtë rast në fakt mësojnë edhe vetë shikuesit. Prandaj edhe bëhet emision, që kush të mësoj diçka prej asaj teme. Por që në fakt, për shembull tash që e kemi Prizmën, emisionin e këtij sezoni, është pak më ndryshe, domethënë ka një koncept pak më ndryshe ku i ftojmë, nuk trajtojmë tema direkt, por që trajtojmë personin në fakt. Edhe kjo e ka pas një gjë shumë interesante edhe në vete, sepse e kemi thirrë një person edhe ja kemi nxjerrë gjëra që ne nuk i kemi ditë, edhe publiku nuk i ka ditë, por që ka qenë e bukur që t'i marrim vesh. Kanë qenë sfidat e jetës që ne nuk e kemi ditë, për shembull, sepse shpesh i shohim disa njerëz që kanë arrit edhe mendojmë që ai person e ka pas fushë me lule, por që në fakt ka kaluar në shumë sfida të rënda për të arritur aty ku është. Edhe kjo tregon shumë edhe për personin në fjalë, po që na mëson edhe ne, se nuk është çdo gjë fushë me lule dhe jo çdo gjë mund të arrihet. Ne kemi ne një miq që e mat jetën me sa ka vuajtur filani, sa ka vuajtur. Ke parasysh kush është ai person? Secili ka ato heqlat e vet, ato vuajtjet e vet. E vërtet, sfida. Po, njerëzit më tan mendojnë se ne jemi shumë të lumtura. Ama për dallim prej të tjerëve ne vërtet jemi. Ne jemi të lumtura, por s'do të thotë që edhe ne kemi kështu të shtruar, sepse përmendëm edhe më herët, gjërat ndonjëherë vetë duhet t'i kërkosh, vetë duhet t'i gjesh, kështu që besoj që çdo njeri, nuk ka njeri që nuk ka sfida, nuk ka njeri që s'ka halle. Me rëndësi mos kemi hallet mëdhaj, ajo është e rëndësishme. Në fakt, neve shumë shpesh na shohim bashkë, edhe gjithmonë vetur, edhe kur jemi ne të dy jam vetur, ku shkojmë? Në Tetov. Çka ndjekim? Në Tetov, kulturën gjithmonë. Kemi ndjekur shumë ngjarje si vjetë dhe shumë. Në fakt, luaj derën ka filluar me Sapçen, me Sabedin Selmanin dhe Tifodën, ka qenë një përvojë shumë e bukur për shkak se i bëra një telefon Sapçes edhe thash kështu kemi hap një kanal, a jeni të interesuar për të bëjmë diçka me marketing, ato shumë personazhe kishin. Tha, ne jemi të interesuar, po edhe Leila e ka Jazz Festin edhe kështu ne ishim gjithkohës në Tetov edhe përcollëm 2 aktivitete shumë të bukura. Dhe shumë tjera pas asaj. Dhe shumë tjera pas asaj, çka kemi ndjekur pastaj. Po, ngjarjet e Qendrës për Kulturë, gjitha diku 7-8 ditë, ishte Festivali teatrit më vonë ishte. Festivali teatrit, po. Ka pas, domethënë nëntori ishte i mbushur me ansambli këngëve dhe vallave shqipe që i kishte koncertet Gostivar Tetov, ti sishe Gostivar në fakt në shkolla vet, po. Ishte koncerti në gjatë Sumës këtu në Shkup. Po. Ka pas shumë aktivitete. Teatri ka qenë, nëse mund të themi, aktiv. Shfaqja e fundit që e pam ishte Rino Qeron, të veç e pam, domethënë. Po, unë shkova ditë tjetër sepse nuk isha ditë që po ishte koncept i bukur shumë i regjisorit. Për Rino Qerontët, fix për media. Ka pas aktivitete, ka pas edhe kjo... Ekspozita shumë, sepse ekspozitat i haruam, apo ja. Po, ekspozita... Se mund kemi haruar ndonjë ngjarje shumë të madhe, po ka pasur, pavarësisht që buxhetet janë zvogluar gjithkohës, buxhetet e kulturës, prapse shohim tek këtu ngjarjet, të cilat mund të themi se shënohet diçka. Po e mbajnë gjallë kulturën, traditën, ka pas me të vërtet shumë ngjarje dhe mendoj që kjo pjesa, në fakt krejt viti ka shkuar ashtu shumë shpejt, po që sidomos kjo pjesa prej shtatorit, sepse edhe u rikthyem sigurisht me sezon të re, ngjarjet që kanë qenë, domethënë ka ik aq shpejt sepse ti kur je non stop në këto ngjarje dhe dinamika e jetës lëviz, domethënë shkon në punë, prej në punë, shkon në ngjarje, pastaj ktheu prapë shkon në punë. Domethënë ishte kështu, po që është shumë e bukur. Njerëzit mendojnë se ne rrim në rrugë gjithkohës. Ne nuk flejmë, ne nuk futemi hiç në shtëpi, po s'është ashtu. Është shumë interesante njerëzit kur takojnë edhe thonë, "U kënaqe ti vetëm shëtit." Fiks, këtë e thon, gjithmonë e thon, "U kënaqe ti mbete, po shif se ndonjëherë ne këto ngjarje sigurisht që i ndjekim edhe për shkak të punës. Kështu që ndonjëherë ne jemi edhe në punë në fakt. I ndjekim edhe nga vetë dëshira, sepse nuk na detyron kush që t'i ndjekim fiks çdo ngjarje. Por që
edhe për punë dhe nuk e kuptojnë njerëzit që ajo pjesa që ne duhet presim deri në fund të koncertit, ti presim ato të cilët e kanë realizuar koncertin të mbarojnë sigurisht me urimet, me përshëndetje dhe pastaj ti marrim në për intervista ose kështu që është edhe pjesë e punës, prandaj nuk është aq lehtë. Nëse në fakt jam mësuar në një ngjarje të inqizosh shumë interesant jam do dia e fundit. U bëm gati me kushtrimin për shkuar në teatr dhe thash do jetë hera e parë që unë nuk shkoj me të gjitha pajisjet për të inqizuar sepse dua ta shijoj shfaqjen sepse ishte një regjisor bullgar, një teatr shumë i njohur për profesionalizmin, për kastën, për mënyrën se si punohet atje, edhe një të ulur ne në sedilje, vetëm kushtrimin pa me telefonin fillova të inqizoj të marrin serte, sepse mendova që duhet kap gjëra interesante, sepse nga njerëzit e teatrit ne kemi pak vërejtje se s'duhet t'i kapim se i kapim në mënyrë shumë jo profesionale, nuk duhet t'japim tekste, ande këndej shumë vërejtje. Edhe kështu vendosa që vetëm inserte të jap nga shfaqja edhe nga publiku, po megjithatë nuk është se ndejta rahat, domethënë deri në fund. Prap inqizova, mora material. Ti e nuan derën non stop. Ti e nuan derën, domethënë Xhemi nëse e shihni me ato, dihet që ikni se do t'ju ndal për ndonjë intervistë. E di që të thash një herë në Tetov kur nuk e di çfarë inqizimi kishim edhe inqizuam disa gjëra në fakt, inqizove ti gjatë asaj kohe në Tetov. Edhe e di që nuk e di kush kaloi në momentin dhe ajde do bësh një intervistë. Thash, Xhem, leri me njerëzit rahat se kur do të shohin me kamerë do nxitojnë do ikin. Është interesant se kur fillova ta punoj këtë profesion njerëzit nuk më hapnin telefonin. Nuk më hapnin telefonin sepse e dinin se për çka i tras. Edhe ende sot e kësaj dite ka do njerëz që nuk më hapin telefonin, ama nuk ka gajle. Kur i takojnë rrugë, më fal se kam dëgjuar kështu. Ajo është mirë, ajo është. Ti këtu njerëzit ka raste që s'hapin telefonin? Po ato e bëjnë ndonjëherë me stil, se kam dëgjuar, kam qenë shumë zën, po ajo është një shenjë se okay, nuk dua të vi. Ka raste kur e hapin telefonin kur nuk e din për çka i thirr, po ose ndonjëherë dikush që nuk e ka edhe numrin, por nëse me dikë e kam biseduar më herët do vish në emision edhe pastaj kur është dashur ta telefonoj nuk është lajmëruar sepse ka ditë për çfarë mund ta thras, por që rrallë janë në raste të tilla ka njerëz që vinë njerëzit, është normal, unë nuk insistoj, asnjëherë nuk insistoj që kush nuk do të vi. Unë zakonisht thirrjet që i bëj, ftesat që i bëj për persona të cilat mendoj që kanë diçka për të treguar, mendoj që janë interesante edhe për publiku për t'i parë në disa dimensione të tjera, sepse për shembull nëse e zëm aktorët ose qoftë edhe ndonjë këngëtar, publiku profesionin për pjesën që ato e bëjnë, por nuk i njohin jashtë se si janë. Kështu që unë me qëllim ua bëj ftesën, sidomos për disa njerëz të cilët e di se me të vërtet ka një bagazh shumë të mirë të cilën mund ta shfaqin edhe publiku t'i njohë edhe për atë pjesë. Jemi në fund vit dhe unë do të pyes cilat janë sukseset të cilat ti bart prej këtij viti në vitin tjetër, ose mund të jenë suksese në këndin e brendshëm, ngritje morale, nuk e di. Suksese, tash për sukseset s'mund të flas unë. Flet puna, jemi modest. Tash nuk e di sa flet puna, po flasim, nuk e di, mund ta shohin vetë njerëzit ato të cilët na ndjekin ose diçka. Puna jona është vërtet punë që duket, kështu që. Po, kështu që nëse ka sukses, nëse jo, atë nuk e di. Normal, ajo që e shoh unë, jam munduar që çdo gjë të dalë mirë dhe e kemi mbyll, mund të them që jemi duke e mbyll një sezon të mirë edhe me Alsatin. Thash, për pjesën e suksesit personalisht për mua nuk mund të flas, por për gjërat tjera çfarë do marr me vete. Tash gjithmonë ka diçka për të marrë me vete prej vitit në vit. Nëse flasim për pjesën e punës, mbase do marr me vete, nuk e di. Do marr rrogat. Ato duhet patjetër t'i marrim. Ato duhet patjetër t'i marrim, por nuk e di, mbase mund ta marr me vete pak që këtë pjesën që po përfshihem pak më tepër në aktivitete, në gjëra, besoj që do e marr me vete dhe do vazhdoj të përfshihem më shumë edhe në vitin 2026, sepse me të vërtet më kanë ndihmuar shumë edhe për të njohur njerëz. Sidomos në këtë punën që bëjmë? Po, e shoh që shpesh fleton kalendar, të shoh çka ka sonte këtu, të shkoj të përcjell. Po, mundohem, domethënë gjatë gjithë kohës ti shoh, ti hap ato website-et ose faqet e teatrit ose të gjërave për t'i ndjek pak a shumë këto gjëra, sepse e di që do më hyjnë në punë edhe në pjesën e punës. Jo vetëm që dua t'i shijoj, po që e di që mund të më hyjnë në punë në pjesën e punës, kështu që këtë do e marr. Nëse më pyet në përgjithësi, do tingëlloj pak klishe, po që shëndetin do e kisha marrë mbi gjitha, për mua, për familje, për gjithë njerëzit që i kam të afërt edhe njerëzit që i dua, sepse
mendoj, sidomos kohëve të fundit, mendoj që e kemi kuptuar, ndonjëherë nuk e kuptojmë atë sa duhet, por që me dinamikën e jetës, me ngjarjet që ndodhin çdo ditë, me gjërat që dëgjojmë çdo ditë, sepse puna jone ka edhe këtë. Ne sado që jemi moderator, ne jemi edhe gazetar dhe ne gjatë gjithë kohës shfletojmë dhe gjatë gjithë kohës lexojmë dhe gjatë gjithë kohës jemi për lajmet, për gjërat, i marrim vesh lajmet dhe me gjithë këto gjëra që dëgjojmë edhe që shohim, me të vërtet në fund është vetëm shëndeti ajo që ka rëndësi. E harrojmë shumë shpesh këtë, sapo ndodh diçka ne them jo, nuk duhet më të shohim këto gjëra, nuk duhet ato gjëra, pas 3 ditësh e harrojmë dhe prap jetojmë sikur do jetojmë përgjithmonë, po që definitivisht është shëndeti mbi gjitha. E pastaj çfarë s'do marr, shumë gjëra ndoshta do marr. Ne do vazhdojmë që të rrim shkup, po do jemi gjithandej nëpër qytete. Vetëm Strug pak vështirë shkojmë se shumë larg. Ti duhet të vish me luaj deri, duhet fillosh ta luash derën edhe në Strug tash të kam thënë. Duhet vish ta luash derën. Është shumë interesant Strugën e preferoj nga të gjitha qytetet, mbas edhe Divrën, për shkak se janë 2 qytete shumë me rëndësi, sidomos për ne shqiptarët. Dibra mendoj se ka dhënë arsimtarët e gjithë qyteteve tjera, do me thënë gjitha qytetet shqiptare, do me thënë arsimtarët pothuajse të gjithi kemi pasur nga Dibra ose ato më të rëndësishmet. Po Struga më pëlqen për shumë gjëra, sepse ka shumë intelektual, njëjtë si Dibra, po më duken qytetet e marginalizuara. Nuk e dija e ndjeni ju Strugancë, apo ne shohim më qartë ma ta në liqenit. E ndjejmë edhe ne, sepse unë kam filluar edhe më shumë ta ndjej edhe tash që jam në Shkup, sepse duke marrë pjesë në shumë aktivitete në Shkup, e kam kuptuar që unë pas kam munguar në aktivitete në Strug. Po, nuk e teatr për shembull. Ne s'kemi teatr, ne nuk kemi Qendra për kulturë nuk e di, a keni, besoj që keni. E kemi qendra për kulturë, por që nuk e di nëse ofron aktivitete, keni një këngjeho me sa e di. Këngjeho, sigurisht ka festivale persona të cilët janë duke i realizuar, si Struga Fest është gjatë verës, e kemi teatrin Poshka, nëse sigurisht është, po që ka aktivitete, ka pas shumë aktivitete, kanë qenë aktiv, po që nuk është mjaftueshëm. Për qytetin e Strugës nuk është mjaftueshëm. Edhe keni Nazmi Belicën, një pasuri muzikale. Sigurisht, prandaj duhet të vish në është këngëtari im i preferuar. Po, në fakt, nëse do më pyesje ti mua se cili është një personalitet që ke haruar ta intervistosh ose nuk po gjen kohë, ose nga që ende nuk kemi vënë një kanal komunikimi, ajo është Nazmi Belica, që gjithë ju qeshni sa herë përmendim, jo atë intervistoj unë, po ja nuk ka ndodhur ende, besoj që do të ndodhë së shpejti kur të vinë Strug. Unë në fakt, kur më the për këtë bisedë për ta bërë, desha të detyroj që të vish në Strug ta bëjmë këtë bisedë, sepse më ke thënë verës the që do vish në Strug. Edhe bukur e kishin bërë Strugën, apo? Po, është dekoruar shumë mirë. E kishin stolisur bukur. Po, ka pas një atmosferë shumë të mirë. Unë isha fundjavën që kaloi, sepse nuk pata mundësi gjithë dhjetori në fakt të shkoj. Fundjavën që kaloi kishte një atmosferë shumë të mirë, domethënë diçka që i ngjan Strugës. Struga ashtu duhet të jetë, siç është e vogël, edhe taketat rrethina. Po ka shumë gjallëri, ka shumë gjallëri, tash edhe mërgjimtarët e kanë gjallëruar si gjithmonë që japin gjallëri. Prandaj desha të detyroj që të them, okay, do vi në intervistë vetëm me një kusht që të vish në Strug. Por nuk erdha me qëllim sepse Strugën do ta lë Nazmi Belicën që ta intervistosh në Strug, kështu që duhet vish. Edhe vitin e kaluar në fund ka qenë tema e Nazmi Belicës, nëse të kujto. Po, e vërtet. Që kemi bërë një video, kështu si transmetim direkt. Ke bërë thirrje, por që duhet të ndodhë më në fund apo jo. Duhet të ndodhë. Ilmije për fund nuk e di ana ka ngel diçka pa përmendur. Kemi shumë gjëra ne pa përmendur, sepse i flasim gjithë gjërat i flasim aq shumë privatisht sa na duket sikur i kemi folur me qindra. Po, e vërtet, po besoj që pjesa më e madhe u than. Unë do doja që ti uroj të gjithë shqiptarët, dhe jo vetëm shqiptarët, të gjithë botën, se krejt njerëzimin le të ketë sa më shumë harmoni, le të ketë sa më shumë, të kemi shëndet mbi gjitha që thash edhe më herët. Dhe ta duam sa më shumë njëri tjetrin, sepse në fund të fundit ajo ka rëndësi, dashuria për njëri tjetrin, empatia ndaj njëri tjetrit. Vitet ikin shumë shpejt, nuk më besohet që është 2026, koha e pandemisë më duket sikur ishte vjet. Në fakt edhe tek sa bisedonim në atë ditë që ishim bashk, biseduam rastet të cilat kishin ndodhur këtë vit dhe mua nuk më besohej që ato raste kanë ndodhur këtë vit. Domethënë më duket sikur kanë qenë, nuk e di, ka i kaq shpejt koha sa nuk... Është vërtet. Nuk e kemi ndjerë fare. Ashtu. Edhe më duket sikur çdo vit më shumë po ikën edhe më shpejt, kështu që duhet të marrim më të mirën e gjithçkaje, atë që e thash, të duam njëri tjetrin, sepse në fund të fundit
asgjë s'marrim me vete dhe i marrim ato fjalët e mira mbase që mbesin mbas. I lëm në fakt ato fjalët e mira për njëri tjetrin edhe për dashurinë që kemi dhënë ndaj njëri tjetrit. Mesazh shumë i bukur. Unë të falenderoj që ishe në shtëpi sot, sepse jemi të këndë librave këtu. A do flasim pak për librat ajo? Një libër që sugjeron nga ata që mendon se mund t'ja nisin bar lexuesit? Nuk e dija mund t'ja nisin bar, se unë jam nga librat, unë jam me librat shumë kështu, i preferoj librat që janë mister, krim. Nuk e di sa mund të nisin bar. Agatha Christie është ndër të preferuarat, edhe nuk e di sa mbar mund t'ja nisin vitin me krime edhe me këto gjëra. Por që duhet edhe unë të filloj të lexoj në fakt pak më tepër, sepse kam lënë pak anash edhe këtë pjesë. Unë kam një përgjigje nga që kam punuar me libra dhe është dashur kur të vinë lexuesit të sugjeroj një libër fillestar të parin. Shumë e rëndësishme është parin këja rekomandon dikujt, sepse krejt tjerët pastaj varen për atë parit. Edhe ka qenë Stefan Zweig, 24 orë nga jeta e një gruaje dhe letra një të panjohur nga Vjena. Kanë qenë dy novela të Zweigut, të shkurtra, të bukura, edhe që garant e ke një lexues pastaj. Domethënë, nëse i ka lexuar këto dyja, do vi për librin e radhës, të pyes, cilin tjetër më rekomandon? Kjo gjithmonë ka ndodhur në librari. Kështu që kjo është gjë. Ndonjë sport u sugjeron ndonjë sport ekstrem kështu? Sport ekstrem. Sa më shumë sporte ekstreme. Unë nuk jam shumë nga sportet ekstreme, dua shumë disa gjëra ti provoj, shpresoj në 2026 ti provoj, por që me sport po duhet të merren, unë e kam lënë pak ana shkove të fundit, por që prej 2026-s, New Year, New Me, ne prap të njëjtat jemi, po hajt, ajo është kështu vetëm e themi, por që po duhet, domethënë, ti marrim disa gjëra seriozisht, e themi çdo fund vit këtë dhe asnjëherë nuk i marrim gjërat seriozisht, vin viti, ditën e parë jemi krijt motivim, do bëjmë kështu, do bëjmë ashtu, kalon java e parë, fillojmë pushimet, edhe prap vazhdojmë me të njëjtin avaz. Derisa të vi marsi, të ngjallemi pak. Por që po, do ketë ndryshime normal. Faleminderit shumë, ne do ta mbyllim këtu këtë bisedë me Ilmian dhe sigurisht do takohemi në biseda tjera bashkë te ky vendi, edhe me Ilmian, për vitin e ardhshëm të shohim se çfarë do na pres viti i ardhshëm, nuk do parashojmë se çfarë do ndodh, po sigurisht presim na ndodhin gjëra të mira. Ne ju përshëndesim të gjithëve dhe ju ftojmë gjithmonë të ndiqni luajterën me gjitha materialet që u servon që natyrisht janë më të mirat. Faleminderit.